Babë e birë janë arrestuar nga policia e Vlorës pasi kanë dhunuar fizikisht vajzën e shtëpisë. Policia njofton se në pranga për dhunë fizike në familje kanë rënë shtetasit AV 55 vjeç dhe AV 24 vjeç. Babë e birë pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj shtetases AV 23 vjeçe, vajza e 55 vjeçarit dhe motra e 24 vjeçarit. Gjithashtu, përgjatë 24 orëve, specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarand arrestuan në flagrancë shtetasin YE 69 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Referuan materialet për vlerësim, pasi në datën 12 dhjetor 2025, shtetasi FK 31 vjeç, banues në Sarand, në rrugën Idris Ali Thima, duke drejtuar motomjetin, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar duke goditur një shtetase të mitur 12 vjeçe, e cila ka pësuar dëmtime të lehta dhe ndodhet në spital, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Materialet ju referuan tashmë prokurorisë për të gjitha këto çështje penale, ku prokuroria do të ndërmarrë tashmë veprime të mëtejshme.